qenët, okej, jam dakord me ty që ende nuk janë thirrur, ende nuk janë pyetur dhe uroj që të shkojnë atje sepse përveç përgjegjësisë morale dhe politike natyrisht që ka dhe përgjegjësi drejt për drejt ligjore. Këtë do ta shohim pastaj se si do ta bëjë drejtësia. Por politikisht Partia Demokratike mendoj që ka vepruar gabim gjithë këtë periudhë, sepse nuk është puna se ka artikuluar në gjysmën e së keqes siç thua ti që ka prokuror të mirë, ka dhe prokuror të këqij. Ai ka thënë të shkrim spakun. Ai ka thënë po ta kem në dorë, shkri që në këtë moment spakun. Dhe s'ka lënë më fjalë e fyerje pa hedhur ndaj tyre, duke i quajtur organizatë kriminale, duke i quajtur peng të qeverisë e tjera. Pra, kemi një qëndrim, do të thënë politik, se nuk tek e fundit qëndrimi politik nuk e përfaqëson askush tjetër në kryesinë e Partisë Demokratike, se edhe statuti i jep këtë atribut kryetarit të Partisë Demokratike. Ai e përfaqëson politikisht partinë. Dhe për më tepër që atje kemi të bëjmë me Sali Berishën që dihet të s'lë hapësirë për tjerët. Qëndrimi i zotit Berisha, që ka përfaqësuar Partinë Demokratike, ka qenë in extremis ndaj spakut dhe ndaj drejtësisë. Deri në një moment të caktuar sa që u duk se kur kishte një kompromis me Ramën, në moment që u ndërtua komisioni Xhafa, perceptimi ishte i tillë që këta dy do t'i vënë, do të thënë, barjera spakut gur në rrota e tjera. Tani Berisha e ka thënë nuk do ta mbështesë Ramën në nismat e tij për ndryshimin e ligjeve të drejtësisë. Por ama, në këtë moment të dalim aty ku thonë, me gjitha këto që ta përfil ka thënë ti që tha, në rast se kjo është thjesht një lëvizje taktike, perceptohet thithet nga taktike është se votat nuk i ka. Votat i ka vetë Rama dhe bëj ligjet. Po pak politikisht totu nuk do dhe nuk është e sinqert. Ditën që opozita do ta ketë të sinqert mbështetjen ndaj spakut veçanërisht dhe pastaj ndaj drejtësisë në përgjithësi, në atë moment do fitoj do fitoj kuota dhe në atë moment Dero Lambeko do i bashkohet Sali Berishës. Beko faleminderit. Jo, do të them dhe një gjë për zotin Beko, do të them dhe një gjë se me Berishën më pyeti shpar se kush do ketë të drejtë si antar PD. Zoti Beko se ka votuar në fundit për turizëm, po do vazhdoj. Po vetëm jepi garanci, jo të kthehet marrë aksionet e veta me PD. Po jepi garanci, jo si herën e fundit që i dhatë gjë tjetër. Për të votuar vota ime do jetë kundër Sali Berishës, po nëse e pranoni votën kundër Sali Berishës, vot ore është mendimi jote. Keni bërë përpara. Është mendimi jote. Ata kanë gazparë, unë kam deklaruar pro Berishës votën pra. Ti do mbështesësh një kandidat tjetër, është i drejtë jote. Faleminderit Tosha, faleminderit Beko, faleminderit Bisidaj Nësi, faleminderit Martin. Ky është Ristori dhe për këtë javë bashkë jemi të në ora 8 deri atëherë nga Soul Palla, natë mirë.